Le të ndalemi në fjalët e para që tha Krishti u ngjallur kur u shfaq para nxënësve të tij. Ai nuk u tha atyre fitore, as lavdi dhe as pushtet, po u tha paqe në ju. Hyrë në dhomën ku ata ishin mbyllur nga frika dhe u dhuroi atë që bota nuk mund ta jap kurrë, paqen që nuk varet nga kushtet, nga ekuilibrat gjeopolitik, nga marrëveshjet njerëzore, po paqen e Perëndisë që ka përcen çdo mendje, një paqe e thellë shpirtërore, e cila vjen fillimisht nga pajtimi i njeriu me Zotin dhe pastaj shtrihet në të gjithë njerëzit. Sot bota është e trazuar, luftrat përgjagshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popujt të tërë, pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti i ngjallur përsërit paqe në ju. Ky nuk është thjesht një urim mirësjellje shoqërore, po është një realitet ontologjik. Vdekja u mund, dhe nëse u mund vdekja, atëherë çfarë mund të trazojë më? Paqja e Krishtit nuk është mungesa e problemeve, është prania e Perëndisë brenda problemeve. Mbi kryqin e Golgothas, Krishti u përball me të gjitha pasionet e njerëzimit. Lakmia e parave tradhtoi nëpërmjet Judës, smira e dorëzoi te Pilati, pushteti i trembur dhe i korruptuar e dënoi, krenaria e talli, urrëtia e gozhdoi në kryq. Të gjitha pasionet shpërthyen mbi të me tërbim, sikur bota të donte ta vriste vetë Perëndin. E megjithatë, në kryq, pikërisht atje ku lëgësia mendoi se triumfoi, Krishti nuk kërkoi hakmarrje, ai thirrri: "O atë fali ata, sepse nuk dinë ç'bëjnë." Me këto fjalë nuk mundi thjesht vdekjen, mundi rrethin vicioz të lëgësisë, mundi logjikën e hakmarrjes që ushqen çdo luftë, çdo rrejtje, çdo përplasje të errët në histori. Ngjallja dëshmon se dashuria është më e fortë se vdekja, se falja e shkatërron të keqen, ndërsa hakmarrja e shumë fishon atë. Krishti i ngjallur nuk erdhi të ndëshkojë kryqëzuesit e tij, erdhi të shpëtojë e të paqtojë. Dhe kjo është fitoria më e madhe në histori. Në kohën që po jetojmë, po përballemi me një formë të re vdekjeje, mpirjen e indiferencës, ngurtësimin e zemrës, tharjen shpirtërore të një shoqërie që harroi Perëndin, jo sepse ju ndalua, po sepse zgjodhi ta injoroj. Përplasja e bindjeve të padukshme vazhdon të shkatërrojë jetë të dukshme. Çfarë i vlen njeriu të fitojë gjithë botën, na thot Krishti, nëse u mbet shpirtin e tij? Këto fjalë janë më aktuale se kurrë. Jetojmë në një epokë ku njeriu ndjek pa pushim të mirat materiale, sigurinë, statusin shoqëror, dhe megjithatë ndjehet më i zbrazur, më i vetmuar, i paplotësuar, më i shqetësuar se kurrë. Ndërsa gjallja na zbulon një të vërtetë të madhe: kush ka Krishtin në zemrën e tij, nuk i mungon asgjë, dhe jo vetëm shpirtërisht. Zoti që kujdes të ushqej 5.000 vetat me 5 bukë, Zoti që shndroi ujë në verë, Zoti që tha kërkoni më parë mbretërinë e Perëndisë, e të gjitha këto do t'ju shtohen. Ky Zot nuk i le fëmijët e tij pa gjërat e nevojshme. Ai kujdeset edhe për trupin, edhe për shpirtin, jep edhe bukë, edhe paqe. Plotësia nuk gjendet në grumbullimin e pasurive, po në lidhjen me Krijuesin. Vetëm tek ai ne mund të gjejmë paqe, sepse vetëm ai është paqja jonë. Ne dim çfarë do thotë ngjallje, jo vetëm teorikisht, po nga përvoja e jetuar. Kisha jonë ortodokse kaloi Golgothan e saj, për dekada me radhë u përpoqën të asgjësonin çdo gjurmë besimi. Kishat u shkatëruan, kleriku martirizuan, fjala Perëndi u ndalua, kisha duke e vdekur, e varrosur në një varr të vulosur. E megjithatë u ngjall, guri u rrokullis, besimi lulëzoi përsëri nga rrënoja, kishat u rindërtuan, komunitetet u rikrijuan. Kjo nuk ishte arritje njerëzore, ishte fuqia e Krishtit të ngjallur që vepron brenda historisë nëpërmjet të zgjedhurëve të tij. Kisha bën thirrje përsëri për ngjallje, këtë herë për ngjalljen e çdo shpirti. Krishti i ngjallur qëndron sot përpara nesh, siç qëndroi përpara Thomait, dhe na tregon plagët e tij, nuk i fsheh,
nuk i heq, i mban për gjithmonë mbi vete, si dëshmi e përjetshme dashurie. Këto plagë thonë, kaq shumë të desha, sa që pranova dhimbjen më të rëndë për ty. Çdo person, çdo shpirt, është aq unik, aq i papërsëritshëm, sa që Perëndia do të vinte edhe sikur të ishte vetëm një njeri. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë botë të trazuar, ne mjafton vetëm një siguri. Krishti u ngjall dhe jeton, dhe nëse jeton Krishti, jetojmë edhe ne. E nëse jetojmë në Krishtin, atëherë as vdekja, as ligësia, as varfëria, as përndjekja nuk mund të na ndaj nga dashuria dhe nga paqja e tij. Dita e ngjalljes së Zotit ton Isu Krisht, shkruan Shënion Gojarti, është themeli i paqes. Sepse nga ngjallja e Krishtit vjen paqja e Perëndis. Ngjallja dhe paqja e Perëndis nuk është një dogmë abstrakte, por një thirrje personale për gjithë secilin nga ne. Le të përgjigjemi pra thirrjes paqen e ju me të gjithë jetën tonë. Le të bëhemi ne vetë paqebërës në një botë që po shkatërrohet nga urrëtia, nga lakmia dhe nga egoizmi. Por që të bëhemi paqebërës, fillimisht duhet kemi paqe brenda nesh. Bëni paqe në zemrën tuaj, thot Shën Serafimi Sarovit, dhe mira njerëz rreth jush do të shpëtohen. Sepse nuk ka paqe aty ku është e keqja, po vetëm aty ku është i pranishëm Perëndia. Le ta gjejmë këtë paqe të Perëndis në zemrat tona dhe pastaj ta përhapim atë kudo, së bashku me lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall dhe i dhuroi botës jetën dhe paqen e përjetshme. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Alithos o Kyrios. Kristos Anesti. Alithos Anesti. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Krishti u ngjall së vdekjes.